Përshëndetje nga Prishtina. Jam Merita Cake, terapiste energjetike universale dhe shkrimtare e 4 librave që janë botuar, 2 në shqip dhe 2 në greqisht. Gjithashtu jam trajnere dhe mësuse dhe jam këtu kësaj radhe për të ndarë përvojat nga afër dhe t'ju njoh nga afër. Jam shumë e lumtur që gjindem në Prishtinë, gjindem në Kosovë, ka qenë ëndra ime të vi këtu. Kam një dashuri, një mallëngjim, sikur shpirti im kujton sikur ka jetuar dhe një tjetër këtu. Për të gjithë juve që kërkoni gjithmonë për librat Simboli mrekullisë, me 83 madra për lirimin e frikrave, gjendet në librarin Dukagjini, në qoftë se kërkoni, ose mund të shkruani tek Botimet Living në Instagram, në Facebook dhe ata do t'ja u dërgojnë në shtëpitë tuaja. Në qoftë se dëshironi të më takoni dhe ta merrni nga afër, kam sjell pak libra kësaj radhe me vete, për të gjithë ju që jeni me fat të takohemi. Çfarë përmban ky libër? Ky libër është një libër me 83 madra për lirimin, është metodë shrimi për lirimin e 83 fobive dhe frikrave më të thella që kemi ne njerëzit, si frika e vdekjes tonë dhe të personave tanë të dashur, gjithashtu frika e vetmisë, frika e braktisjes që janë nga frikrat më kryesore që kemi neve si njerëz. Pavarësisht se dukemi që s'kemi frikë, në ndërgjegja jonë përmban frikrat kaq të fuqishme, sepse në ndërgjegjen tonë përmbahen këto frikra nga brezat e mëparshëm, nga jetët tona të mëparshme dhe çfarë krijohet në këtë jetë. Në qoftë se do të ndihmosh veten tënde me këtë metodë, është vërtet metodë e mrekullive dhe ka infiniti si simbol të mrekullive, që do të thotë që ka zgjidhje në qoftë se do që ta provosh dhe ta bësh. Për më tepër më shkruani tek 0030 699 321 46 37.